do krijojë një forcë politike, po themi siç është edhe koalicioni Euro-Atlantik me një grup njerëzish që intelektualësh që realisht duan të bëjnë diçka për vendin. Kurse me koalicionin Euro-Atlantik mund të kisha bërë dhe në lëvizje, po brenda si ta them, brenda atyre kërkesave që un kam për politikën. Ne kuptoj. Çfarë politikë? Pa kompromise të mëdha, po themi. Ja, jo kompromise personale. Pra, vetëm kompromise politike. Besoj ke koleg, po haruan marrëdhënie me ata politikanë që sot janë në krahun e Berishës? Po, absolutisht po. Çfarë ndani? Bashkë me ta kemi kaluar shumë beteja. Kemi kaluar shumë sfida. Unë kam keqardhje që një pjesë janë atje, por unë besoj se mas zgjedhjeve të 11 majit diçka duhet ndodhi në spektrin e opozitar. Pra, opozita duhet të thrasë menes edhe të afrohet dhe të bashkohen të gjitha copëzat të bashkohen në një. Po kur thua këtë, si e ke pritshmërinë ti të 11 majit që po thua këtë? Ti që ke i sigurt që opozita do të humbë? Dhe Rama do të marrë mandatin e 4, apo kjo s'ka nevojë për koment, sipas teje? Jo, ndoshta edhe fiton. Opozita? Patjetër. Po si do fitoj opozita, se ju jeni të ndarë? Të bashkoheni pas 11 majit? Një figurë ka si do shumë bashkoheni ju, shumë puzzle-a. Kur puzzle-at bashkohen, krijohet figura. Jo, jam shumë dakord dhe kjo do ishte më e mira e mundshme për gjithë, po. Shpresojmë. Jo. Duke qenë se Berisha dhe Basha, të dy e kanë bërë në thonjza non grata njëri tjetrin, si vijat kuqe, duket dhe vështirë kjo. Shiko, unë e thash dhe më parë. Apo nuk ka kurrë në politik? Nuk është puna, një parti politike nuk është një emër. Pra, Partia Demokratike i takon të gjithëve, më takon mu, i takon atit militantit, i takon atit kryetarit seksionit, i takon të gjithëve. Nuk i takon vetëm një personi. Pavarësisht se ka persona që janë influent për arsye të ndryshme të historisë partisë, kanë influencën e vet. Partia ka një emër, quhet Partia Demokratike, nuk quhet Partia Berisha apo Partia Basha apo Partia X apo Partia Y. Prandaj quhet Partia Demokratike, dhe Partia Demokratike ka figura plot dhe ka shumë intelektual që duan Partinë Demokratike, duan opozitën, duan që opozita drejtojë vendin. Pavarësisht se për shkak të këtyre problematikave që janë krijuar, kjo pra ti nuk e përjashton një bashkim të opozitës pas 11 majit, nuk e përjashton? Unë dëshiroj këtë. Mirë, po edhe e shes si të mundur, pra nuk është vetëm dëshirë. Dhe të garantoj një gjë që do bëj ç'është e mundur që kjo gjë të ndodhi. Sigurisht që nuk është në dorën time, po unë do jap atë kontributin tim. Po nëse Edi Rama merr. Dhe le t'ja lejm pastaj këtë gjë, t'ja lejm demokratëve, opozitarëve që të zgjedhin se kush do jetë rruga më e mirë. E kuptoj. Por gjithmonë me votë. Po nëse Rama merr mandatin e 4 dhe opozita humb, çfarë duhet të ndodhë sipas teje? Çfarë duhet të bëjë këtë herë opozita, Partia Demokratike, Koalicioni Euro-Atlantik, a duhet të reformohen edhe një herë mes veti, të bashkohen, t'i lënë dasit? Nëse mua më pyet që Rama do ketë një mandat 4, me sa takojmë dhe diskutojmë me njerëz, unë këtë gjë nuk e besoj. Edhe nuk e beson që mund të marrë mandatin e 4? Unë ja. Po si, nëse nuk e beson këtë, atëherë ti thuaj që do fitoj Partia Demokratike? Do ta shohim as zgjedhjeve. Sepse këto janë ato dy forcat më të mëdha. Megjithatë tani ka shumë nisma të reja. Me qëra fjala, si sheh këta të rinj që janë futur, sidomos këta që futen për herë të parë në këto zgjedhje. Duket se kanë fituar jo pak territor, apo kjo vjen nga që janë lodhur me të vjetrit shqiptarët edhe ndaj po marrin zë në këtë moment këta. Pikërisht kjo e fundit sapo thot. Njerëzit po mundohen të gjejnë shpresë diku.
sepse po shikojnë njëjtat persona të dështuar, njëjtat kandidat për deputet. Këtë rrallë kandidon këtu, pastaj mbaron mandatin këtu, shkon në një zonë tjetër, për shembull edhe njerëzit po kërkojnë një dritë jeshile në fund tunelit. Prandaj thash që lista e koalicionit euroatlantik është shumë e mirë se çdo listë tjetër. Pra le të themi dhe unë shpresoj që shqiptarët duhet ta shikojnë këto me syrin e të vërtetës, me syrin e shpresës, jo me syrin e këtyre portaleve apo memeve, ku diun se çfarë. Po mirë, nëse është kështu që ti thua shqiptarët janë lodhur nga të vjetrit, për shembull, përmend këtu Ramon, Berishën, etj. Pse nuk i largojnë me vot, por kur vjen dita e votimeve, se këtu nuk është se ka zgjedhje, realisht, konfirmohen sërish këta. Pra, kanë arritur në një konkluzion shqiptarët që ne nuk i heqim dot, por vetëm kur t'i ikim vetë. Po pse po të njëjtit njerëz, këto forca politike i rivendosin dhe nuk kanë alternativë tjetër. Kështu që shqiptarët po mundohen të shikojnë tani në një parti nga këto që për mendimin tim s'kan as program, as besueshmëri, as ka mënyra se si artikulohen. Patjetër, për disa. Pa dashmi sepse kështu që por në të njëjtën kohë nga partitë e mëdha kemi edhe kandidatë për deputet që janë rishtas të ri, por që janë me lidhje shumë të forta me të vjetrën, apo të ri në Tiranë dhe të vjetër dhe të përzën nga zona tjera, nga qytetet tjera. Kështu që edhe kjo është një problem vete, sepse paktën në njësinë 3 dhe 4, unë i njoh thuajse të gjithë kandidatët për deputet, thuajse, sepse ka dhe ca që nuk i njeh njëri. Edhe shikoj që banojnë në një X zonë Tiranës, zyrën e hapin kënjësia bashkiake në Mërkada. Shiko, si mundesh që ti s'ka hap zyrë ke lagja jote? Je kandidat për qarkun e Tiranës dhe nuk e hap zyrë në lagjen tënde. Pse ndodh kjo? Pse e bëjnë këtë? Dhe vinë njësim bashkiake numër 4, shikojnë ashtu si zonë që se këta ashtu këtu mund të ashtu marrim në i vote me llafet bukura. Po pse bëhet kjo? Ama po të shkosh tek shtëpitë e tyre, të garantoj për këtë, komshit nuk i flasin. Komshiu nuk e votën. Pra, unë mendoj që edhe dëshiroj dhe i lutem elektoratit shqiptar. Të shikoj mirë, të hapi syt mirë për cilë e votën. Nuk ka rëndësi kush i troket tek dera, miku, shoku, vllai, interesi për çku për të votuar. Jo, t'i hapin syt mirë, sepse vota është arma më e fortë që në demokraci, vota është arma më e fortë që qytetarët kanë. Dhe këtë armë duhet ta shfrytëzojnë mirë. Nuk i pëlqen Hyseni, mos e votojnë Hysenin. Po të votojnë një më të mirë se Hyseni. Nuk i pëlqen dikush tjetër, mos ta votojnë. Jo, këtë e kam kushuri, këtë e kam shok, këtë e kam kështu, ky më ka kry këtë hall, ky më ka kry këtë punë, se shiko se kam gocën e tezën punë atje, çon në xhajës në punë këtu edhe do t'i jap votën. Jo. Po mirë, pse duhet votojnë ty atëherë? Qytetarët shqiptarë. Pse duhet votojnë Hysen Xhurën? Hysen Xhurën duhet ta votojnë në rast se Hysen Xhura i ka shërbyer mirë atij komuniteti ku ka shërbyer. Patjetër që unë kam kurajën të rikandidoj dhe të kërkoj votën prap. Në rast se unë nuk i kam shërbyer mirë, pra nuk kam bërë detyrën mirë, se unë nuk mund të them që i kam bërë nder këtij apo atit apo atit. Nuk maj mendera, unë nuk maj mendera. Edhe kur qytetar shpesh më ndodh që më thon, shiko se tim ke bërë nder, them shiko, nuk kam bërë asnjë nder, kam bërë detyrën. Për këtë kërkova vot besimin. Ky kontribut në kohë për këtë dhe në vot nesër, pra sot që ti kërkon votën. Kjo është demokracia. Nëse ti punon dhe punon e bën detyrën tënde mirë, atëherë qytetari normalisht duhet votojë. Në rast se ti nuk e bën detyrën mirë, atëherë qytetari nuk do të votojë, po jo, në momentin që ti ndron zonën dhe shkon nga një zonë në zonën tjetër,
Pa nga i qarkun tjetër, normalisht që ku do ta kuptoj ai se kush. Pra do gënjehet prap. Se shiko, se ndoshta është edhe njëri i mirë, ky ndoshta edhe ky mund bëjë ndonjë gjë. Nuk ka më ndoshta.